Sinjali misterios, 7 miliarda vite dritë larg arrin tokën, shkencëtarët befasohen. Një sinjal misterios ka arritur në planetin ton nga një pikë e largët e hapësirës rreth 7 miliard vite dritë larg, një fenomen që ka befasuar madje dhe shkencëtarët. Sipas një njoftimi të bërë nga Science Alert, një ekip astronomësh ka zbuluar shpërthimin e quajtur FRB 2019-02-08A, që vjen nga një galaktikë e vogël dhe që ndodhet rreth më shumë se gjysmës së universit të dukshëm. Ky sinjal ka një prejardhje të pazakontë për të cilën ende nuk ka asnjë shpjegim në tokë. Shumica e galaktikave që strehojnë shpërthime të shpejta që duken janë galaktika masive me formimyjesh, çka mund të nënkuptojë se shumica e tyre prodhohen nga supernova, shpjegoi astronomi Dante Hewitt nga Universiteti i Amsterdamit. Aktualisht shkencëtarët ende nuk janë të sigurt se çfarë i shkakton këto shpërthime, por mund të vijnë nga një rajon ku formohen yje, nga mbetje të supernovas apo nga rajone të brendshme shumë të dendura të një galaktike.